kam pas një zhdukje të gjatë. Edhe kur u ktheva më thanë është zhduket albatrosi. Edhe mora vesh e ke pas një zhdukje 1 vjet e gjys. 1 vjet e gjys, po. Më tregon çka ka ndodhur. I ka ndodhur shumë çka, po do fokusohem në tre gjëra. E para është sa po përfundoi sezoni në Top Channel, edhe unë isha i ftuar në disa emisione. Tash ti e din si janë këto emisione në Shqipëri, për shembull, ti del për televizion, njerëz mendojnë që ti jep miliona, ata se di ku kush as i parë sta jep. Domethënë, njerëz nuk e dinë ato, po okay. Edhe po ne e bëjmë për kënaqësi. Përfundoi ajo sezona dhe unë nala dhe po mendoj thash çem të bëj. E ndjeva që kanë filluar me përsëritur vetë. Kanë filluar me thonë njëjtat gjëra, ata harrojnë një farë lloj vetkënaqësie. Ajo vetkënaqësia më çoi një farë vetmohimi, depresioni, çu dush. Edhe më pengoi shumë kjo. Nuk kisha gjendje me shkru diçka. 3 rreshta me shkru. Nuk kisha gjendje, sepse ndihesha i topitur. Edhe i konsumum. Edhe thash, okay, kjo është e parë që duhet punoj. E dyta është që u bëra i vetëdijshëm për një problem që më ka ndjek që nga koha e luftës. Problemi shëndetit mendor, domethënë unë kam PTSD diagnostifikuar, stresi post-traumatik, i përvojave që i kam përjetu gjatë luftës, po edhe me njerë pas luftës, në periudhë jo e lehtë. Ajo thjesht ti e kupton këtë gjë, besoj më mirë se kushdo tjetër. Ajo thjesht më vonë u manifestua dhe filloi të më bënte pengesa mu në raporte, komunikime me njerëz, rritje të ankthit, mendime errta, mendime negative. Ishte shumë probleme dhe thjesht vendosa që unë do të merrem me këtë problem. Edhe e treta ishte unë kam humb vllaun, me cilin unë kam pas, domethënë, kur kam qenë i vogël i ri, kemi qenë një raport shumë të afërt. Pastaj normal ku jemi rritë dhe qëllën larg, u kriju një lloj largësie që, por unë kam përjetu shumë ranë humbjen e vllaut, edhe thjesht nuk kisha nevojë që të rrijan qetësinë time pa rrjete sociale, pa diskutime publike, pa asnjë gjë. Edhe i pa ta thonë vetes që do e shty deri në fund 2025, kështu. Pas shumë seancave, punës me veten, terapi ndryshme, po mas shumë të punë me veten, kam rifillu. Edhe jam rikthyer me shkrime, tani ta shkruaj me një stil ndryshe. Nuk shkruaj me stilin që taj të marr like apo të mos marr like. Ka ndryshu qasja jote, ka ndryshu stili vet, ka ndryshu figurat, ka ndryshu Jo, ai stili jam unë po i njëjti, ai që më dallon, po thjesht jam shumë i disiplinuar. Më para nuk e vrisja shumë mëna. Tash e bëj redaktorin, syrin kritik, lexuesin, gjitha ja bëj vetvetes, jam shumë i disiplinuar. Edhe synoj të tregoj që ta shpreh ajo që kam mësuar mu që kjo përvojë që 1 vjet e gjys me çdo sfida që i kam kalu, është ti mund të thuash gjëra të bukura dhe pa qenë sentimental. Edhe këtë unë të dua, ta shpreh ndjenjen ashtu si është. Bruto. Pa sentimentalizma. Jo që jam kundër sentimentalizma, po mendoj që koha në cilën po jetojmë është e tillë. Duhet të thonë të vërtetën ashtu si ndjen. Unë e them të dua dhe pik. S'ka aty presi, pik. Marrë më vetë. Jo të dua sepse ti, të dua sepse ashtu, jo të dua dhe pik, marrë e punë. Ti je shumë i mirë parë, po çka po ja shton që të porë vëlla. Pik. Nalo, ti je shumë i mirë. Edhe letërsia moderne, poezia moderne është në këto tash ne kemi qenë edhe shok fakulteti, ti e din që unë jam njëri që lexoj shumë, u lumtoj shumë. Poezia moderne është kështu, është në këtë frymë. Unë e besoj që kjo formë, sepse edhe letërsia, poezia evoluon në mënyrë natyrore, është formë e kohës për të shprehë emocione. Edhe një diçka tjetër këtë për fund, po më intereson. Ti e përmene sfidën me cilën e përballë. E përmene pa të dridhë qërpiku edhe diagnoze madje që e ki. Po.
e përmene edhe punën me vetën. Albatros po të lutë në shumë, me ju drejtu që asaj kamerës tane, edhe me ju thonë krejt njerëzve që nuk ndjehen mirë, me kërku ilaqin kushtimisht, me kërku daljen prej situatës në cilën je. Albatros, sy e vesh jam, po du ti prej përvojës tonë me i thonë që nuk është tolp, nuk është marrë me u konsultu me psikologu, nuk është tajbu, po është diçka që jo veç që të shpëton ty, po shpëton edhe familjen tonë, edhe rrethin tonë, edhe shoqërinë tonë. Që njerëzit mund kur më shohin televizion, mendojnë që wow, kjo po jetën e rregulluar. Nuk e dinë çka do të parë dhe çka do të mas. Nuk e dinë për stresin që përjetoj, nuk e dinë për pagjumsinë që shpesh e kam. Ose të kundërtën, atë gjumin klapi, zimin mëngjes, që janë të bonë këtu. Mungesën e dëshirës për jetë. Zgjohesh pa vullnet për jetë. Pa mundësinë me bënë herë një muhabet normal me dikë. Me i pas një palë vesh me dëgju. Po, edhe pa mundësinë me zhvillu bisedën pa përfunduar në konflikt. Që janë krejt sfida, jo të lehta. Po hapi i parë është mja pranu vetës që jo që e kam një problem, po kjo realitetit cilin unë jetoj. Unë du të mja thonë, se unë nuk më pëlqen e shpia me thonë, kam një problem. Jo. Po kjo është realiteti jam. Edhe duha që kjo të ndryshoj. Kërkon ndihmë, do e herë duhet të ilaçe, sepse çrregullimet edhe mund të kenë shku shumë larg. Ato të herë duhet mjafton biseda me dikën që është i kualifikuar. Unë nuk ju them njerëzve flas fillit me shoqe, me shoqe, me tjera, po me njerëz që janë kualifikuar. Në fjalë tjera, bë diçka. Mos e prano atë realitet si gjendje të përhershme. Bravo. Unë sigur ta kisha pranuar si realitet si gjendje të përhershme, sigurisht kisha përfunduar vetë vrasje. Dhe për shembull, kur dëgjoj njerëz që e vrau veten, thonë po kur gjë s'ka pas. Thonë. Thotë ka qenë i pasur, ka pas tanat mira, ka pas gjë. Njerëzit nuk i kuptojnë që domethënë ajo që ti i ketë gjitha, por kur gjë s'mjafton. Në më të gjithë. I ketë gjitha, por asgjë s'po mjafton. Në terminologjinë tonë i thonë mungesë ekzistenciale. Ti e keni pakot mështjellta me këtë firmat e botës, po mrena është bash. Po nuk duhet me pranu, unë kam refuzu ta pranoj, dhe hapi i parë ka qenë kam refuzu që unë bëm tash kukull dhe të dalë televizor aty, të rrethikatorë apo dikun apo në tjerë, dhe thjesht ta aktroj për diçka. Unë se bëj më. Kjo ka qenë hapi i parë. Hapi i dytë ka qenë që të merrem me atë çështje, që ish para se marr të ky emision kisha 1-2-3 ditë shqetësime, me thirra doktorin. Ai doktor është, pavarësisht doktor, do të thotë ke mundësi ta bëjmë një takim para kohë. Nuk ka kurrë të keq këtu. Absolutisht. Madje, kështu ja bëjnë njerëz të Hollywoodit. Unë kështu ju them disa njerëz, nuk ka aktor Hollywoodi që nuk shkon te psikologu. Nuk kur e bëjnë aktor të Hollywoodit, pse mos ta bëjmë? Se duhet ja bëjmë njerëzve pak edhe pozitive këtu. Absolutisht. Dashur miq, ky është Infinity. Ky është vendi ku mendja jote zgjohet, ku shpirti zgjerohet edhe ku flet zhduken. Nëse të ka bë klik ky emision, atëherë ka qenë vendin e duhur. Dhe javën tjetër, dashni sa më shumë. Bye. Pëlqejeni faqen tonë zyrtare në Facebook.
bashkë ne të dy, do na shikojnë me zili. Sot në pjesën qendrore do të flasim për fëmijërinë tonë, që dikur ishte e thjeshtë, e bukur dhe me plot kujtime.